Një nga përplasjet më të mëdha në botën e teknologjisë po zhvillohet në Kaliforni, ku miliarderi Elon Musk dhe kompania e inteligjencës artificiale OpenAI, e drejtuar nga Sam Altman, janë përballë njëri tjetrit në gjykatë. Padia e ngritur nga Musk kërkon një dëmshpërblim prej $150 miliardësh dhe akuzon drejtuesit e OpenAI, përfshirë Sam Altman dhe bashkëthemeluesin Greg Brockman, se e kanë mashtruar për të investuar në kompani. Sipas Musk, organizata ka devijuar nga misioni fillestar jo fitimprurës dhe është kthyer në një strukturë që synon fitimin. Nga ana tjetër, OpenAI pritet të kundërshtojë fuqishëm akuzat, duke argumentuar se Musk është larguar vetë nga kompania përpara se ajo të arrinte suksesin dhe se veprimet e tij lidhen me interesat e startupit të tij në fushën e inteligjencës artificiale. Dokumentet gjyqësore tregojnë se Musk ka kontribuar me rreth $38 milion në fazat e hershme të OpenAI, përpara se të largohej nga bordi drejtues. Ndërkohë, kompania ka ndryshuar strukturën e saj, duke kaluar në model fitimprurës, megjithse një pjesë jo fitimprurëse ende zotëron aksione. Procesi gjyqësor ka tërhequr vëmendje të madhe me protesta jashtë gjykatës dhe interes të lartë publik. Në sallë pritet të dëshmojnë figurat e rëndësishme të Silicon Valley, përfshirë vetë Musk, Sam Altman dhe drejtues të Microsoft. Ekspertët thonë se rezultati i këtij gjyqi është i paparashikueshëm dhe mund të ketë pasoja të mëdha për të ardhmen e OpenAI, e cila po planifikon një ofertë publike që mund ta vlerësojë kompaninë në rreth $1 trilion. Kjo betejë ligjore pritet të ndikojë jo vetëm kompanitë e përfshira, por edhe drejtimin e gjithë industrisë së inteligjencës artificiale në vitet e ardhshme.